Faleminderit gjithëve, çfarë emocioni ti është këtu. Do ta filloj me diçka si baba dhe si qytetari përkushtuar. Sot shoh fëmijë këtu dhe ne brezi përpara na ka rritur duke na thënë, me ujin, me zjarrin dhe me shtetin nuk luhet. Po, me shtetin luhet dhe duhet ta bëjmë, siç po bëjmë gjithë sot. Kështu që faleminderit që keni marrë fëmijët këtu, ti rrisin fëmijët siç duhet rritet brezi. Shikoni si ljaksen, shikoni si kanë mbyllur grillat. Ka një javë që ka njerëz këtu, kanë mbyllur grillat. Unë vi sot do flas shumë shkurt për t'ju dhënë mesazhin që diaspora është me ju. Sot kemi pas protesta në gjithë botën, në Zvicër, në Suedinë, Itali, në Gjermani. Dhe miq, dëgjoj shpesh thirrjen Rama jepe dorëheqjen. Jam shumë dakord, po këta kur hypin majt kalit nuk zbresin vetë. Kështu që bashkohemi ju shqiptarët e mirë këtu me ne të përkushtuarit jashtë dhe t'i japim një shkel me ta hedhim. Jo vetëm Ramën, po gjithë të klasë politike që Shqipërinë e shikon si tonë vetën. Kaq kamon, faleminderit gjithëve, vazhdoni fort. Roma jepe dorëheqjen, Roma jepe dorëheqjen, Roma jepe dorëheqjen. Po ju uftoj Kolum Vopsin, pedagog dhe kompozitor. Unë jam Kolum Vopsi, banor autokton i Tiranës. I asaj Tiranë e barkmarë që kanë nxjerrë shumë patriotë shqiptarë. Unë do të flas shumë pak, por desha të them që kjo atmosferë që është për mua përkthehet në muzikën më të bukur. Shqipëria e shqiptarëve, dek letratharëve, Shqipëria e shqiptarëve, dek letratharëve, Shqipëria e shqiptarëve, dek letratharëve. Në këtë parrull desha ta nis sepse ne kemi mbi 150 vjet që jetojmë nën genocid si popull dhe nuk kemi përkull asnjëherë. Ajo parrull që është shkruar këtu mbrapa, Prizren, 1878, ku bashkuan shqiptarët e 5 vilajeteve për mos me leju coptimin e trojeve tona. Dhe Tiranë, 2026, për mos me leju prapë zhdukjen e kombit shqiptar. Sepse o vëllezër, ne jemi vënë në pozitën e heqjes së sovranitetit të popullit tonë. Jemi në rrethana ku gjenocidi vazhdon. Por unë desha t'ju them diçka që ndoshta nuk e dini. Dhe historiografia komuniste e kam qep një datë tepër të rëndësishme. Kur u shpall pavarësia e Shqipërisë, ne e dim shumë mirë që u hoqën nga trungu i Shqipërisë shumë pjesë të saj. Dhe kjo Shqipëria jonë sot është 1/5. Por, në kohën e fashizmit italian, patriotët pasardhës të lidhjes së Prizrenit luftun fashizmin dhe në 1943-shin Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve. Ato shpallën edhe një herë pavarësinë e Shqipërisë. U formu lidhja e dytë e Prizrenit me patriotët, me Ti Frashëri, Bedri Pejani, Recep Mitrovica, Hafidh Ibrahim Dalliu e tjerë. U njoft nga shumë shtete, Shqipëria neutrale me kufit si që ka pas. Dhe projekti për krijimin e Partisë Komuniste Shqiptare ka qenë për të rrëxu poshtë këtë pavarësi, e cila ka qenë legjitime. Këtë pavarësi e njoftën shumë vende.
Gjermania, Vatikani, Zvicra, Kroacia. Prandaj, o vëllezër, ne kërkojmë Shqipërinë e re, po Shqipëria e re është në modelin legjitim. Ne duhet kërkojmë rikthimin e legitimitetit. Shqipëria etnike, Shqipëria e re. Shqipëria e re është Shqipëria etike. Shqipëria etnike. Shqipëria e re. Shqipëria e re. Shqipëria etnike. Shqipëria e re. Shqipëria etnike. Shqipëria e re. Shqipëria etnike. Shqipëria e re. Shqipëria etnike pa plejo politike! Emocionet vend të mirë sot, por unë kam ardhur sot si Belinda Balluku në Burg. Dhe tani këtu, anash me mua ka Edi Rama dhe Berisha në Burg. Do si gjirë që ne kemi nduar i përkasin atyre, por fakisisht, do si gjirë i ka bajt populli janë për vite me ratë të duar. Zingjiret tani po thyen me fortën dhe dëshirën e cilëve dhe jemi të lirë. Të lirë. E kanë bajtur popullin tonë në këtë vend të shtypur, të keq trajtuar dhe në skamje. Jetojnë në këtë vend ku poshtërsitë, padrejtitë e mëdha kanë shtypur me dhunë qytetarët tanë, me vota të vjedhura e me shantazhe për të qenë në premje ku nuk do doni tishin. Po prap zgjodhën tishin e pse? Sepse janë shantazhuar, kërcënuar me jetë fëmijës dhe të tyre me bukën e gojës. Dhe kjo është padrejtia më e madhe t'i heqës popullit të drejtën e fjalës. Jam këtu bashkë me ju si një studente, as bi deputetësh e as ministrash. Jam këtu për të përfaqësuar një popull të thjesht, me prindër të thjesht që kanë luftuar gjithë jetën për bukën e gojës. Dhe nesër pas nesër, nëse kjo vazhdon kështu, nuk kam për të marrë më shumë se 100.000 lekë pension. Dhe do presin nga ne. Jam këtu për t'ju thënë që mos të tërhiqeni, se gjaku i të parëve tanë nuk lahet